Jo vetëm në sektorin e turizmit, por edhe në profesionet e tjera, numri i punonjësve të huaj vijon të rritet në qytetin e Vlorës. Punonjës nga India apo dhe vendet e tjera janë bërë tashmë pjesë e tregut të punës, jo vetëm në hotele dhe restorante, por edhe në pika karburanti, biznes së shërbimi, por dhe sektor të tjerë të ekonomisë. Prej disa muajsh ata kanë zgjedhur Vlorën si vendin ku jetojnë dhe punojnë. Shumë prej tyre shprehen se janë përshtatur shumë shpejt me jetën në qytet dhe se janë të kënaqur me kushtet e punës, akomodimin dhe pagën që përfitojnë. Disa prej tyre e shohin të ardhmen në Shqipëri dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që në vitet e ardhshme të sillen dhe familjet e tyre për tu vendosur përfundimisht këtu. Më quajnë Kamal dhe jam nga India. Punoj këtu për rreth 3 muaj. Të them të drejtën, ndihem mjaft mirë. Deri tani më pëlqen shumë ky vend. Njerëzit janë shumë miqësor me ne. Vendi dhe qyteti është shumë i bukur. E dua këtë vend edhe pse kam pak kohë. Për momentin jam këtu vetëm, familja ime jo akoma. Kjo edhe sepse më duhet të mbyll edhe të gjithë dokumentacionin e plot. Më vonë ndoshta pse jo dhe familja ime mund të vi e të jetoj këtu me mua. Ka disa rregulla dhe dokumenta që duhen kryer, por shpresoj të ndodhë sa më shpejt. Në Indi kam bërë ndonjëherë edhe një punë të ngjashme si kjo që po bëj këtu. Shpresoj të vijoj. Kam 3 muaj dhe kam nisur të përshtatem. Gjuha është pak problem dhe më duhet të mësojmë edhe me ushqimi, se është ndryshe nga India. Sa i përket gjërave të tjera, gjithçka është okay. Jam i kënaqur me punën, kushtet dhe pagesën. Ashtu si edhe thash, vendi shumë i bukur dhe më pëlqen. Edhe unë jam nga India, më quajnë Hashar. Kam 4 muaj që punoj këtu në këtë vend dhe them se është në rregull. Njerëzit janë miqësor dhe ata që vinë për të mbushur makinat me karburant. Unë jam vetëm gjithashtu, familja ime ndodhe në Indi, të shikojmë në të ardhmen çfarë do të ndodhë. Shpresoj të vinë. Më pëlqen Shqipëria, vendi, njerëzit. Ndihem mirë dhe me kushtet e punës që kemi gjetur këtu. Një vend i qetë pune dhe pa probleme. Më quajnë Rajit. Jam nga India dhe tani punoj në Vlorë prej gati 3 muajsh. Më pëlqejnë gjërat këtu. Në punën që bëj gjithçka është okay. Kushtet janë të mira, pagesat gjithashtu. Unë jam i martuar dhe kam 2 fëmijë në Indi. Shpresoj që familja ime të më bashkohet sa më shpejt. I ndihmoj prej këtej, por natyrisht që më mungojnë. Të ardhmen e shikojnë në Shqipëri. Prania e punonjësve të huaj po bëhet gjithmonë edhe më e dukshme në sektor të ndryshëm të ekonomisë, edhe pse pjesa më e madhe vijon të jetë angazhuar në turizëm për shkak të nevojës së bizneseve për fuqi punëtore. Ata tashmë punojnë edhe në pika karburanti, por edhe në aktivitete të tjera tregtare. Bizneset vlerësojnë se punësimi i tyre ka ndihmuar në plotësimin e mungesës së stafit, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ndërsa tendenca pritet të vijojë edhe në vitet e ardhshme.